Po patjetër që një aktor ka ambicjet e veta dhe cili është roli që ti do doje patjetër ta luaje. Shiko, tani mua më kanë provuar vetëm në role po themi negative, role të egra, Po, kemi parë kështu. Se kam një prerje që thon sa i egër është ky, nuk kam. Prerje siciliane kështu. Do doja që të më jepin mundësia të luaja në një komedi. Në një komedi. Në film komedi. Okej. Se dramën e kam provuar, aksionin e kam provuar, jam okay aty. Dua të provoj anën e kundërt. Sa beson që do ishte e pranueshme për publikun kur është mësuar të shohë tek këto rolet që ti thet, si ato rolet antagoniste po i quaj unë. Shiko, kur publiku shef komedin fillon qeshe dhe kënaqet, po hajde merru me aktorin që e luan atë komedin. Qa sfidet që ka? Sepse është e vështirë. Është një fije perje ndan tragjedin nga komedin. Ti, domethënë, ti që shef komedin qesh, po ti qesh me hallin tim. Unë realisht kam hall. Unë realisht kam hall. Ti ndërkohë të bën të qeshësh hallim. Unë ja kam arritur. Okej, super, interesante. Tani ti ke luajtur në teatr. Po. Dhe kjo është një pjesë që unë kam shumë për zemër. Se teatri është po themi diçka më elitare, më. Mbas edhe prova më e madhe që mund t'jap një aktor. Teatri e sprovon vërtet cilësinë e aktorit. Teatri është ai arti i vdekshëm. Që luajtë sot vdiq, nesër do e luash prapë, po se luan dot si sot. Shumë e vërtetë. Cili është roli yt më i mirë, se ai nuk mbase se vlerëson dot roli që ty të ka shijuar më shumë në teatr. Unë teatr kam pasur shumë bashkëpunime me Elma Doresin. Regjizore shumë e mirë, ndër më të mirat për mua. Kam pasur gati 5 apo 6 projekte në Metropol. Po themi Karnavalet e Korçës, po themi prall nga e kaluara, që i kemi vënë, që unë kam pas rolin e Trimit, rol shumë i mirë. Jo 14 vjeç që dhëndër, jo filmi, teatri. Po. Është domethënë është përpunuar e gjitha. Është përpunuar e gjitha. Shumë interesante kjo pjesë. Shumë. Pastaj ka qenë një tragjikomedi që ka qenë Trimendjen Ankand. Me qira fjala, domethënë ti ke pas një rol vështirë tek prallja e kaluara, se duhet të rivalizoje, po themi Xhevdet Feri në një kuptim, ai në kinematografi, në teatr, po. Të gjithë personazhet aty në skenë u hiperbolizuan. Dhe ti shikoje një Trim në thonjza idiot. Fakt unë për Trimin gjithmonë kam menduar. Ky ishte një Trim me sy të çakërritur që Marigoja e rrihte. Marigoja zonjë gru. 2 metroshë. Duhet ta luash komedin patjetër. Patjetër. Domethënë un haja dru publiku qeshte, kupton? Domethënë kjo është ajo që me hallin tim ti qesh. Ja. Sa ne i duam këto skenat e dhunës po e quaj unë, edhe pse ajo ka qenë pjesë e një komedie, po publiku shqiptar duket sikur ka shumë qejf. Dëgjoj, Dhe Trimi pastaj fillon të vajtonte. Po. Dilte me 3 miqtë edhe fillon dhe ata prap qesh. Qeshnin the. Shiko, ajo që unë arrit kuptoj është që ti je një aktor që si personazh ke shumë për të shprehur. A e ke gjetur vetëm po them në një rol teatri që ke arritur të shprehësh shumë nga vetja, apo një rol teatri që s'e ke duhet akoma për të shprehur diçka? Shiko, mua Birçe Askëm ka cilësuar aktor karakteresh. Po. Domethënë unë akoma s'kam marrë një tekst në dorë që të kem peshë kryesore. Unë gjithmonë kam pasur karaktere specifike që kanë spikatur dhe kanë mbetur në mendje. Dhe Birçe gjithmonë ma thoshte, mos syno gjërat e rolet e mëdha. Se roli i madh. Pra, roli i karakterit është ai dytësor i pasvendësueshëm, ëh? Bravo. Që bën në thelb mendoj unë e bën filmin apo teatrin. Që ai mbetet. Po, ai mbetet, po. Dhe un jam te rolet e karaktereve, gjithmonë më spikasin rolet e karaktereve. Dëshirë kam të provoj një peshë të kryesore, se kam provuar akoma. Po deri tani jam i kënaqur. Ja, mbase kjo është një mundësi e mirë për ta kërkuar. Absolutisht. Jo duke thënë jam i kënaqur, duke thënë që dua ta provoj. Absolutisht që dua ta provoj. Po edhe këto rolet e karaktereve mua më shkojnë shumë. Absolutisht. Ke kohë më shumë ti punosh. Po. Rolet e karaktereve që nuk kanë peshë kryesore, sepse sa peshën kryesore që ti e nga fillimi në fund dhe bëhesh telef. Ja vërtet. Lorenz, çfarë muzikë dëgjon zakonisht? Më pëlqen muzika e qetë. Mendova se dëgjoj maj.
të gjithin kolazh. Po, mund ta vësh kolazh të tërin, nuk ka problem. Do shkojmë tek hapësira muzikore. Sa do shkojmë ke Maja, muzikë Është kolazh shumë i gjatë dhe nuk e çojmë.